Fjali shumë të forta, por realiteti tregon se përsëri kënaqësia e varësisë fiton ndaj kësaj reklame. Mendoj se kjo reklam nuk ka as pak forcë të largojë njeriu nga kjo varësi. Varësia pas ka një forcë të çuditshme, të krijon rehati për shpirtin. Një rehati që nuk do t'ja dish për asgjë, as për pasojat e asaj që do të vinë, edhe nëse e di që janë shumë të mëdha. Varësit kanë kosto dhe shpesh kosto të larta, sepse çdo të mbjellësh, do të korrësh, sa mirë e dim, por sot në këtë ditë që jemi së bashku këtu, do të ftoja për pak momente shpirtin tënd të dëgjonte, nëse mund të kishte pak vëmendje. Ti tregoja për pak momente shpirtit për një varësi tjetër, një varësi tepër të dëshirueshme, shumë herë më të dëshirueshme se këto që përmendëm, një varësi që ti për asnjë çmim nuk do ta lije dot. Një varësi që shpirti është i lidhur ngushtë, sepse tashmë ka lindur në atë varësi, është rritur në atë varësi, është formuar në atë varësi, ka marrë mësimet e para të jetës në atë varësi. Ka parë gjithkën tjetër në jetë, në po atë varësi dhe nuk di gjë tjetër veç asaj varësie. Çdo fjalë tjetër, çdo këndvështrim tjetër gjykohet nga kjo varësi dhe nëse nuk purthet me këtë largohet si e padëshiruar, internohet, persekutohet. Në fakt, kjo lloj varësie na ka formuar në qenien tonë, në perceptimet tona, në mënyrën se si jetojmë, në këtë varësi secili prej nesh ka ngritur shtëpinë e vet të banimit të shpirtit. Dhe jam i sigurt se sapo ti përmendet embri, dhe prandaj nuk po e tregoj embrin, por po tregoj se çfarë na bën kjo varësi, por jam i sigurt që sapo ti tregojmë emrin kësaj varësie, një rebelim i brendshëm ka për të ngritur. Një rebelim që vjen si shkak i prekjes së kësaj varësie. Por kjo varësi ka dhe një karakteristikë shumë të çuditshme. Nuk pranon identitetin e saj. Ka turp nga identitet. Skuqet kur ky identitet përmendet, madje acarrohet fort. Rebelohet për t'ja përmendësh embrin. E pëlqen të qenë në këtë varësi, por kur përmendet embri, vjen refuzimi menjëhershëm ndaj kësaj varësie. Kjo varësi quhet errësirë. Errësirë sepse më pëlqen të ecë në të jetoj në të, më pëlqen të ndërtoj jetën time në të, është mburoja e mëkateve të shpirtit tim, aty ku ndërgjegja mund të tulatet dhe anashkalohet lehtë, aty ku ndërgjegja mund të ndërshkohet dhe të mos i dëgjohet zëri, aty ku e vërteta mund të tradhtohet lehtë me një puthje si ajo e Judës, aty ku ndërgjegjes mund t'i merret e vërteta dhe keq përdoret, ashtu siç të pëlqente. Aty ku e ashtu quajtura liri aplikohet kënaqshëm. Aty ku ligji jam unë, sepse bëj atë që është e mirë në sytë e mi. Aty ku gjykatësi jam po unë. Aty ku vetja është ulur në fronin e komandimit. Aty ku vetës i bëjnë masazh të gjitha dëshirat e veta. Të gjithë flasin kundër saj, por nuk jetojnë dot pa të. Të gjithë e dënojmë dhe mohojmë ta duam, por jemi dashnorët e saj më të mëdhenj. Dikush mund të thotë, po pse akuzon shpirtin tim? Kjo që unë jetoj nuk është errësirë, por është dritë. Kjo është jeta ime, dhe unë jetoj ashtu siç dua. Nëse për ty është errësirë, për mua është dritë. Ti ke mendimin tënd, ti ke standardin tënd, unë kam timin. Dhe përpiqemi ta mbyllim bisedën këtu. Në fakt ti do të kishe fituar këtë argument, po të mos kishe një tradhtar, një kundërshtar të brendshëm ndërgjegjen tënde. Nëse do të uleshe këmbë kryq ti dhe ndërgjegja jote, ballë për ballë, ajo nuk do ta pranonte këtë argument. Ky argument është vetëm për të jashtëmit, është një kamuflazh për të huajt, për të fshehur errësirën e brendshme. Ndërgjegja jote, fatmirësisht apo fatkeqësisht, është armiku yt më i madh. Ajo është aty e instaluar tek ti si një bashkëudhëtar i bezdisshëm, lidh me ty, rritet me ty në po të njëjtin ambient dhe mendësi, por çuditërisht ka standard tjetër nga i yti. Ti u rehatove me errësirën, madje u bëre një me të, por ajo qëndron aty e pandryshuar dhe pa u rehatuar me këtë errësirë. Megjithatë, ajo nuk ndahet nga ti. Është shumë besnike me ty. Është gjithmonë aty. Ti ja merr në konsiderat fjalën vetëm kur ty të intereson, por ajo pas ka qenë një mik
i bezdisshëm dhe i pagdhendur, kaq hok forca e vetmja zgjidhja është ta neglizhoj, ta anashkaloj, ta refuzoj, të mos e marrë në konsiderat, ta lë më njan. Ndërgjegja të vendos ty në siklet është shpesh shkaktari i frikës tënde të brendshme. Dhe për shpirtin që vërtet është i gatshëm të hyjë në hulumtim, sepse jo të gjithë do duan, thonë më lëre hap deri këtu, por për shpirtin që është i gatshëm të hyjë në hulumtim, do të ngrinë një pyetje. Po si ka mundësi që është kështu? Ndërgjegja është ligji i Perëndis instaluar në brendësinë e njeriut. Kur njeriu i parë mëkatoi, Adami dhe Eva, rebelojnë ndaj Perëndis në kopshin e Edenit, menjëherë ndërgjegja e tij u aktivizua dhe njeriu ndjeu turp, thot Bibla. Ndjesia e parë që ndërgjegja i dha njeriut ishte ndjesia e turpit. Errësira brenda tij, turpit i dha një zgjidhje, mbuloi me gjethe fiku. Kur u përball me Perëndin, thuhet që Perëndia shkoi për të takuar me njeriu ndjeu frikë. Ndërgjegja i tregoi që kishte diçka që nuk shkonte. Errësira brenda tij tashmë, frikës i dha zgjidhje dhe po ta vësh re, u fsheh në pemët e kopshtit ndaj krijuesit. Madje kur vetë Zoti e përballi me të vërtetën, ball për ball, të vërtetës njeriu i dha justifikim. Faj u bë qyrk dhe qyrkun nuk e veshi askush. Sa i guximshëm është njeriu, çfarë guximi, dhe kur u përball me vetë krijuesin, paraardhësi i ynë Adami, nxori justifikimin si një përgjigje. Mëkati gjithmonë fillon duke justifikuar veten, ka thënë Agustini. Wow, sa e fort pas ka qenë vetja dhe çfarë errësire ka ajo rreth vetes, çfarë aleati pas ka ajo rreth vetes, errësirën. Njerëzit edhe sot kur kapen në siklet, çfarë shpreha që thonë? Për Zotin nuk e kam bërë. Por imagjino pak Adamin, paraardhësin ton, kur u përball me Zotin, si mund t'i thosh të Zotit, për Zotin nuk e kam bërë? Por mohoi përgjegjësinë e vet. Kur njeriu është i gatshëm të mohojë të vërtetën përpara Zotit, çfarë tjetër nuk është i gatshëm të bëjë? Prandaj nuk e lëm dot këtë errësirë. Prandaj dashurojmë këtë errësirë sepse vetja është rehat, nuk ka turp aty. Vetja ndihet mirë, nuk ka frikë aty. Është në rehatlikun e vet. Vetja mund të mbretërojë dhe mund të ketë të nështruar çdo gjë. Vetja mund të jetë çfarëdo që i pëlqen dhe përsëri të jep të drejtë vetes. Por çfarë është zgjidhja për atë shpirt që hulumton? Fjala e pagabueshme e Perëndis dhe e pandryshuar e Zotit tek Isaia 700 vit para se të vinte Krishti, na thot kështu. Dëgjoni sa bukur thot. Populli që ecte në terr, ka fjalën për këtë terrin që folëm, pa një dritë të madhe, pa vëzhgoj një dritë të madhe. Mbi ata që banonin në vendin e hijes së vdekjes, doli një dritë. Zoti në mirësinë e tij nuk na la vetëm ndërgjegjen për të na gjykuar, por solli një dritë të madhe në terrin tim, ndërsa banoja në vendin e hijes së vdekjes, në rehatin e shpirtit tim, dhe më dha një rrugëzgjidhje. Çfarë shenje do të më tregoj që kjo është nga Zoti? Po Isaia 700 vite përpara ardhjes së Krishtit thot kështu. Prandaj Zoti vet do t'ju jap një shenjë. Ja e virgjëra do të mbetet me barr dhe do të linjë një fëmijë të cilën do ta quajnë Emanuel. Çfarë është ky fëmijë? Çfarë të veçantë ka ky nga mira fëmijë që lindin? Isaia përsëri 700 vite para ardhjes së Krishtit. Thot kështu, dëgjojeni mirë fjalët, janë fjalë shumë të forta. Sepse na ka lindur një fëmijë, një djalë na është dhënë, është mashkull. E para, e dyta, mbi supet e tij do të mbështetet pushteti dhe do të quhet këshilltar i admirueshëm. Tani dëgjojeni mirë çfarë thot. Do të quhet Perëndi i fuqishëm. Janë tituj që janë vendosur nga Isaia 700 vjet para ardhjes së Krishtit. Atë i përjetshëm, princ i paqes, nuk do të ketë të sosur rritja e pushtetit të tij dhe paqja mbi thronin e Davidit dhe në mbretërinë e tij, për ta vendosur pa u tundur dhe për ta përforcuar me anë të mençurisë dhe të drejtësisë, tani dhe përjet. Këtë ka për të bërë zelli i Zotit të ushtrive. Wow, fjalë shumë të forta. E lexoj dhe Edi pak më parë, tek Ungjilli sipas Gjonit na përshkruhet kështu Jezusi. Në fillim ishte fjala, Jezusi quhet fjala. Fjala ishte pranë Perëndis dhe fjala ishte Perëndi. Ai, fjala ishte në fillim me Perëndin, të gjitha gjërat u bën me anë të tij.
Dhe pa atë nuk u bë asgjë nga ato që u bën. Në atë ishte jeta dhe jeta ishte drita e njerëzve dhe drita shkëlqen në errësirë dhe errësira nuk e kuptoi. Ai fjala ishte drita e vërtet që ndriçon çdo njeri që vjen në botë. Ai fjala ishte në botë dhe bota u krijua me anë të tij, por bota nuk e njohu. Ai erdhi në shtëpinë e vet dhe të vetët nuk e pranuan. Wow. Por shikoj se çfarë thotë. Por të gjithë atyre që e pranuan, pas ka një grup njerëzish, ai u dha pushtetin të bëhen bij të Perëndis, atyre që besojnë në emrin e tij. Fantastike. Madhështore do të thojë ti, ose çdo njeri tjetër. Wow, mund të thotë intelektualisht shumë njerëz. Disa të tjerë bëhen si studiues të thellë dhe janë gati për të hyrë në debate të mëdha teologjike. Disa të tjerë veshin petkun e fetarizmit duke treguar bëmat e tyre fetare, se çfarë dan në këtë vend apo çfarë bën për atë person. Por sot nuk do të flas për këto gjëra, këto argumente, nuk do të diskutojmë për këtë pjesë, por ç'lidhje ka kjo me errësirën time, ç'lidhje ka kjo me atë errësirën tënde. Sepse Krishti ka një lidhje shumë të fortë, sepse Krishti erdhi për të nxjerrë nga ajo errësirë. Tani këtu është betejë. Shumica e njerëzve nuk duan të dalin nga kjo errësirë. Disa e duan Krishtin vetëm për pak gjë, por jo që të dalin. Kanë frikë nga drita, kanë frikë nga rrugëtimi i ri. Ç'më duhet mua? Jam shumë rehat këtu. Krishti erdhi të të çojë në një paqtim me Perëndin, pa të cilin ti nuk mund të jesh me Perëndin kur të përfundosh shtegëtimin tënd këtu në tokë. Krishti lindi në një stall dhe është personifikimi, shembulli më i fortë i zemrës tënde. Ka njerëz që thonë të rregullohem një herë, pastaj do të besoj në Zotin. Gabim, Zoti lindi në stall dhe ai nuk ishte një vend i pastër. Krishti lindi natën dhe është shembulli më i fortë i mundësisë që në errësirën tënde mund të lind brenda teje. Ti nuk mund të presësh të bësh mjaftueshëm i mirë pastaj të besosh. Ti beson sepse e di që nuk je mjaftueshëm i mirë. Isaia, po njëjti person, thot tek vargu 7, këtë ka për të bërë zelli i Zotit. Jo zelli yt, as zelli im, po zelli ati. Ti nuk je agenti veprues, ti je përfituesi. Po çdo të thot të besoj në Krishtin. Të besosh në Krishtin kërkon një vendim radikal në jetën tënde. Të besosh në Krishtin do të thotë që vetja jote përgjithmonë në mënyrë komplet, të parezervuar, i nënshtrohet atij, të dal nga errësira dhe të jetojë me të. Dhe kjo nuk është e lehtë. Vetja jonë dëshiron një Krisht që i përshtatet asaj, por Krishti i vërtet nuk është i tillë. Krishti i vërtet kërkon nënshtrimin pa kushte të vetes tënde ndaj tij. Kjo është betejë pse njerëzit nuk pranojnë Zotin. Dhe kjo është betejë shumica e njerëzve, në fakt rrugës, pas një çasti për shkak të emocioneve të tyre, thonë po do të besoj dhe rrugës kuptojnë që vetja është shumë më e fortë se sa ky Krisht. Arsyeja pse është e rëndësishme është sepse kur të mbarojë shtegëtimi i jetës tënde në këtë botë, do të dalësh përpara Krishtit, thot Bibla. Njeriu do të donte shumë gjëra pas vdekjes. Shumë do të donin të ishin në parajs, madje shumë besime janë krijuar nga kjo dëshirë. Shumë njerëz, nëse e pyesni çfarë mendoni për parajsën, shumë njerëz mendojnë për parajsën dhe imagjinojnë parajsën si një oazë për veten e tyre. Kur e pyet njeriu si mendon se do të jetë parajsa, çdo gjë është e rrethuar rreth vetes. Kështu mund të ketë këtë gjë dhe ti je në qendër të saj pjese që do të kënaqesh. Në fakt Bibla na tregon diçka tjetër. Zoti është në qendër, njeriu është ose jo në miqësi të përjetshme me Perëndin. E si mundet errësira jote ti jetë bashkë me dritën e Perëndis? E si mundet vetja jote që gjithmonë është trajtuar nga ti si Perëndi të mund të qëndrojë në përjetësi dhe në miqësi me Perëndin e shenjtë? E si mundet shpirti yt, dëgjoj mirë të pjesë, i akuzuar me mira herë nga ndërgjegja jote, ku nëse cilin nga ato akuza, pavarësisht se ti mund ta kesh harruar, do të ketë lënë gjurmën e shenjës së dëmtimit të drejtësisë hyjnore në brendësinë e tij. E si mundet ky shpirt të gjejë preje përpara drejtësisë hyjnore? Zoti fal, thon njerëzit, më saktë thot dëshira e karikuar nga vetja. Por nëse Zoti fal, ç'ndodh me drejtësinë? Nëse Zoti fal, drejtësia gjymtohet, dashuria fiton në kurisë të drejtësisë. Dhe pse e gjitha kjo? Sepse Zoti thjesht të do ty.
Jo, nuk funksionon kështu. Ne e dimë se drejtësia e Perëndis kërkon shpagim. Kur drejtësia njerëzore kërkon shpagim, imagjino pak drejtësia hyjnore. Ajo drejtësi që ti e ke shkelur me mira herë në shpirtin tënd, dhe që vetëm ti e di. E ndjejmë këtë gjë në shpirtin tonë në momente të ndryshme, por e anashkalojmë me një zgjidhje njerëzore. Thonë njerëzit, Zoti është i drejtë, Zoti është i dashur, po këto të dyja janë pjesë e të njëjtit person. Zoti nuk mund të jetë më shumë i drejtë se sa i dashur, nuk mund të jetë më shumë i dashur se sa i drejtë. Të dyja janë plotësisht. Vetëm në Krishtin këto të dyja plotësohen. Dashuria hyjnore u plotësua duke na hapur derën për një miqësi me Perëndin, por drejtësia hyjnore u plotësua, mëkati që u mor nga Krishti u ndërshkua në vendin tim. Ai pagoi borxhin hyjnor që shpirti yt i kishte Perëndis. Prandaj sot në këtë paradite, unë kisha shumë dëshirë të bëja thirrje shpirtit tënd, të marrë guximin për të penduar, për të dalë nga errësira, për të besuar Krishtit. Sot të Bibla është dita e shpëtimit. Krishti mund të lindë në zemrën tënde. Kjo është arsyeja pse erdhi Krishti, për të çliruar ty nga perëndia i vetes dhe për të paqtuar ty me Perëndin. Për shpirtin që e kupton këtë gjë, nuk ka kërkesë më të lartë. Nëse nevoja më e madhe njeriu do të ishte për një mjek të mirë, Zoti do të na kishte sjellë mjekun më të mirë. Nëse njeriu nevojën më të madhe do ta kishte pasurinë, do të na kishte sjellë ekonomistin më të madh. Por për shkak se Zoti pa që njeriu nevojën më të madhe kishte shpëtimin, solli shpëtimtarin. Mrekullia e Krishtlindjes është që Zoti u bë njeri. Është një autor i vjetër në fakt, shumë i famshëm, edhe thot, sikur të mblidhet gjithë njerëzimi, edhe të hedhim në gjyq Zotin. Ti Zot, nga froni yt është e lehtë të na gjykosh ne njerëzit. Në mënyrën se si ne jetojmë, se si mendojmë, po hajde provoj një herë në lëkurën tonë, çdo të thot njëri dhe pastaj ke të drejtë na gjykoj. Vetëm në krishtrim Zoti bëri këtë gjë. La fronin dhe u bë njeri. Lindi si njeri, u rrit si njeri, përsoi të gjithë sfidat njerëzore dhe vdiq në kryq pa faj për njeriu. Prandaj thirrja e zemrës dhe e shpirtit është mos u end në errësirën e rehatshme të çastit. Hape derën, hape dritaret, le që drita e Perëndis të hyjë në shpirtin tënd, sepse do të mbaroj ky udhëtim, do të dalësh përpara Perëndis, o do ta njohësh si shpëtimtar, o ta njohësh si gjykatës. Të lutemi. O Atë, të falenderoj shumë për mundësinë e madhe dhe privilegjin që na ke dhënë që të mund të dëgjojmë fjalën tënde. Zot, hap sytë e shpirtit ton, hap dëshirën e zemrës son për të dashur, për të parë realitetin e madh me ty. Falenderoj Zot që na krijove në imazhin tënd, por të lutem shumë Zot, na shpëton nga vetja jon, e cila na ka kapur dhe na ka burgosur në errësirën e brendshme. Zot, klithim nga shpirti jon për një shpëtim dhe lutemi që Krishti do të lindë në zemrën tonë, në zemrën time, në secilin prej nesh. Zot, falenderoj për mirësinë tënde. Në emrin e Jezusit unë lutem. Amen.